Dhe do flasim inshallah për dhikrin, të jetojmë me dhikrin, përmendjen e Zotit Gjelle Gjelalu këtë jetën tonë. Fjala dhikr do të thotë përmendje. Normal që është në arabisht, ama alhamdulillah, popullata jonë i din disa terma, pavarësisht se janë arabe, alhamdulillah rabbil alamin e i din çka do të thotë në realitet. Dhikr do të thotë me përmend Zotin. Fjala dhikr do të thotë me përmend Allahun subhanahu azza wa jall. Me ka disa njerëz që ndoshta e kish kuptojnë dhe e kufizojnë fjalën dhikr. E kish kuptojnë atë aspekt, domethënë e kufizojnë dhikr, vetëm unë ulëm dhe përmendi Zotin dhe heq të spi. Kjo është dhikr, e barova dhikrin. Është një prej dietarëve të Shamit, është Sirian e Nablesi, thotë që dhikri e përfshin krejt jetën. Namazi është dhikr. Duaja dhikr. Të kujtosh për një punë përpara se më bësh, është halal, është haram, është dhikr. Të bësh punët e shtëpisë është dhikr. Dalësh prej shtëpia është dhikr. Do të krejt jeta jonë është dhikr. Do të ti non-stop duhet ta dish që unë do të jetoj me dhikrin, me përmendjen e Zotit Madh Gjelle Gjelalu. Përpara se të jam disa shembuj praktik, unë do t'ju përmend disa ajete kuranore, disa hadithe të profetit alayhi salatu wassalam që përmendin dhikrin, përmendjen e Zotit. Dhikri është ibadet. Dhikri është ibadet. Dhikri është për atyre ibadeteve që Zoti i Madh i Zot, Gjelle Gjelalu, e ka bërë për ibadeteve më të lehta. Edhe që peshojnë maran dhe që është më e madhja. Për rahmetet që ka i Madh i Zot ndaj nesh. Që ka i Madh i Zot ndaj nesh. Allah azza wa jalla në Kur'anin Kerim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa la dhikrullahi akbar. Përmendja e Zotit është gjëja më e madhe. Përmendja e Zotit është gjëja më e madhe. Flas më e lehta, se nuk ka nevojë të marrësh një pozicion të caktuar dhe nuk ka nevojë për abdes, dhe nuk ka nevojë, për shembull, që unë të kthehem siç tash ka kibla, ashtu siç i kemi në rregullat e namazit për shembull. Pse? Argument për këtë. I Madhi Zot, Gjelle Gjelalu, në Kur'anin Kerim çka thotë? Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina 'adhaban nar. I Madhi Zot në këtë ajet kuranor na përmend dhikrin. Si mundet njëri ta kujtojë Zotin? Thot ato të cilët e përmendin Zotin, e kujtojnë Zotin. Në cilën gjendje? Janë kam, ul, rat. Përmendë Allahun subhanahu Gjelle Gjelalu në cilën do gjendje ti qofsh. Mjafton ta përmendësh Zotin e Madh Gjelle Gjelalu. Istighfari është dhikr. Istighfari është dhikr. Dhe të emin astaghfirullah, dikush astaghfirullah eladim, s'ka rëndësi. E rëndësishme është që ti bën istighfar. Istighfari është dhikr. Ajo, Allah azza wa jalla ka thënë në Kur'anin Kerim në një prej profetëve të Zotit Gjelle Gjelalu, Kur'anin Kerim ka thotë: "Ya qaumi istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu alaykum min as-samai midrara yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Shikoni, ato e kanë jetuar me dhikrin e Zotit. Këtë duam ne. Unë nuk do t'ju jap juve vetëm disa ajete kuranore, disa hadithe të profetit alayhi sallam, rëndësia e dhikrit u kryen. Ne duam të jetojmë me dhikrin e Zotit. Ne duam të jetojmë me përmendjen e Zotit në çdo minutë, në çdo sekond, sa të rreh kjo zemër me këtë dynja. Sa të rreh kjo zemër me këtë dynja, sa ta kemi shpirtin në këtë trup, ne duam të jetojmë me dhikrin e Zotit, me përmendjen e Zotit Gjelle Gjelalu.